Fund fare, kur shkova në shtëpi dhe bashorti më vuri dorën supë dhe më tha, nuk e kuptoja se çfarë po bëja, por unë jam krenar që jam bashorti juaj. Absolutisht për të duar trukitur në çdo moment, ashtu siç besoj që edhe dikush tjetër do ishte shumë krenare për ty. Unë kam ndjekur edhe të kam parë se sa e përkushtuar ke qenë përgjatë gjithë kohës momentin që nëna juaj kishte disa sfida, edhe ndoshta edhe se si mendon ti ose se çfarë të bëri, si të ndryshoi humbja saj, pavarësisht se ajo çfarë vlen sërish se krenaria që ke ndentur deri në fund dhe je munduar të bësh maksimumin për të, ashtu siç bën për çdo. Nëna ime, pak më parë kam ardhur për të realizuar amanetin e saj të fundit. Nëna ime është si nëna e gjithë emigrantëve shqiptarë që mbeten me syt nga dera, një nënë e cila unë përpiqesha që të krijoja sa më shumë të ardhura dhe e kam thënë gjithmonë më dhimbte ai sërtari kur e hapja dhe I gjoja lekët e mia atje në sërtar që ajo thoshte nuk më duhen lekët, më duhesh ti. Nëna ime, si shumë e shumë nëna të tjera të emigrantëve shqiptarë, u largua nga kjo botë, jo se ishte e smur, por nga smundja e vetmisë. Dhe për këtë ndihem nuk jam krenare që e them. Do t'i thoya të gjithë emigrantëve që janë duke më ndjekur, kudo në botë. Unë dua ta falenderoj Amerikën vetëm se më dha mundësinë që unë nuk e kisha lënë gazetarin për asgjë në botë, për nënën time e bëra. Ishte si ajo priza që e shkula nga zemra, e lash gazetarin dhe u dedikova nënës time derisa ajo dha frymën e fundit në duart e mia. Po, unë ndjeva shumë fajtore që e kisha lënë kaq gjatë vetëm dhe do t'i lutesha të gjithë emigrantëve, të gjithë ata që mendojnë se duke I dërguar atë çekun nënës së tyre kanë bërë gjithçka. Unë pata mundësinë duke ndëjtur afër me të, kuptova se sa e vështirë, sa gabim është që ne emigrojmë, se sa fort ne duhet të rrim këtu që ta durojmë Shqipërinë, këto kushtet e vështira ekonomike, pavarësisht se unë jam një emigrant që nuk jam larguar për kushtet ekonomike, por shumë të tjerë, ne atje lart në qiell këto rrete bardha, unë jam e vetmja që zgjohem në mëngjes dhe flas me këto rrete bardha se më duket sikur kam ato mesazhet nga nëna ime që më thotë që të kam falur për vetminë e madhe që e lam. Cili ishte amaneti fundit të saj që erdhi ta realizoje? Nuk e di pse nëna donte në fund fare kur ti mendon se I ke bërë të tëra dhe I thua ma çfarë kërkon nga unë. Të lutem çdo ditë më mbaj një qiri. Dhe më mbaj një qiri ndezur dhe unë nuk e kuptoja pse më thoshte çdo ditë dua një qiri ndezur nga ty. E fillova në fillim atje në Filadelfia, kur punoja punën time pse turni natës. Dhe tha, kam harruar qiririn e mamit. Dhe në fillim nuk e kuptoja si njëri që duhet ndezur qiriri për shpirtin, por tani e kuptoj sepse ajo e donte këtë qiri prej meje. Qiriri ndezur për ta pritur derisa të digjet është pikërisht për të dhënë kohë vetes, për të medituar, për të marrë më të bukurën jetës, për të vrapuar përse, për të gjetur atë kohën tënde, ato minutat kur unë pres që qiriri saj të fiket, janë ato minuta që është ai dialogu që unë I them vetes. Po vete 52, po vete 53 vjeçe. Jam bashorte, jam nën, jam grua, jam I kesh. Më bën mirë ai dialogu I brendshëm, që të di të vrapoj tani për ku dhe çfarë duhet I marr jetës. Nëna ime mendoj që I vdoqi të gjitha etapat e saj duke mos I realizuar shumë të tjera, duke qenë vetëm nën. Domethënë që në momentin e tim kur isha e vogël dhe deri kur momenti që u përcoll, nëna ime ishte vetëm nëna ime dhe nëna e gjyshja e fëmijëve tan. Ndërsa unë kam marrë një tjetër mision, duke patur këtë pozicionin si grua të çoj mesazhe për të gjitha nënat e tjera. Të jeni të forta, të punoni fort, të jeni një model I shkëlqyer për fëmijët tuaj dhe unë si gazetar që shpresoj që asnjëherë të mos plakem. Të kem fuqinë që të jap gjithmonë ato mesazhe për t'i thënë të gjitha grave, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, mos u dorëzoni, punoni fort, realizoni ëndrat e tuaja dhe do ta them edhe këtë. Kur preva biletën për të ardhur në Shqipëri, thoja nëna ime nuk është më. Mënyra se si iku nëna ime nga kjo botë ishte shumë e tmerrshme, sepse kushtet me të cilat shëndetësia këtu ishte shumë për të dëshiruar. Prandaj them, falenderoj Amerikën që pata mundësi ekonomike, jo si gjithë të tjerët që nënës ime mos I mungonte asgjë deri në minutën e fundit. Por nuk dua që ta humbas këtë fillin e kësaj, por nëna ime, si shumë nënat e tjera, ikën jo ashtu siç duhet të ikin, me ato duart plot në mënyrën sepse shikoja nga dritarja dhe pyesnin
dyshet që kalonin në treg dhe shikoni që ato nuk kishin mundësi t'i blinin do të gjitha atë që au donte Xhani, sa mund të hajë një pensionist. Unë të falenderoj shumë për shembullin që vijon ta jap është edhe sot të kësaj dite dhe mundoj që ta kesh gjithë kohës, në të njëjtën kohë edhe për ndihmesën për të çuar emrin e shqiptarëve kudo dhe për t'i promovuar e për t'i treguar. Ishte shumë kënaqësi që në fund bisedës edhe ndjem edhe ato emocionet që na dhe, kështu që faleminderit shumë për bisedën e ngrohtë.